Ja ku kthyen përsëri në bisedë, shikues nderuar, jemi në debatin për komunën Plot Tuzit dhe pikërisht ishim aty duke diskutuar lidhur me resursat ekonomike të kësaj komune. Ju keni buxhet, po se merrni dot. Ligji pra është i tillë që nuk të mundson që të shfrytëzosh dhe të thithësh ata që kanë projektuar këshilltarët e komunës urbane të Tuzit. Sepse dikush tjetër është, të themi, me përgjegjës se që është përgjegjës si këtu. Në këtë vit, por përthiu në thash, nuk është mirë që unë të flasë për pjesën e ekzekutivit se është çështja e kryetarit. Mirë po, unë them vetëm kam bërë një analizë komparative, sepse ne nuk mundemi, më falni zotë Gani, vetëm më falni, ju lutem. Ne mund të arrijmë të vërteta vetëm me komparacion. Edhe për të zgjedhur statusin për të ardhmen, edhe për këtë që kemi tani. Pra duhem të krahasojmë buxhetin e një komune urbane të Shkupit, për shembull, cilën është marrë si model kur është tonë komuna e Tuzit, dhe të shohim se çfarë kemi. Të shohim se si i kanë të rregulluar ata kufit katastral. Të shohim se si ata i mbledhin taksat. Të shohim se si ata i kanë shërbimet e veta komunale. Ne s'kem mundësi të kemi një shërbim për mbajtjen e varrezave, për shembull, konkretisht një diçka. Nuk kemi kontroll mbi qendër për kulturë. Ne kemi qendër për kulturë që do duhet të përkujdeset për kulturën e pakicës shqiptare këtu. Dhe për kujdesin për të njerëzit që nuk dinë shqip ose dinë shqip sa për të përshëndetur në kafën e mëngjesit. Pra, nëse flasim për statusin dhe nëse duhet të gjejmë ndonjë element pozitiv në këtë, unë i kam dy. Elementi i parë është se këtu kemi instaluar një administratë të mirëfillt e cila komunikon me qytetarët e vet në gjuhën shqipe. Seancat e parlamentit e mbahen në gjuhën shqipe. Se qytetarëve u përgjigjet edhe me aktet me shkrim u përgjigjen në gjuhën në të cilën na drejtohet. Dhe dyta, që për mua po ashtu të rëndësishme, kemi instaluar një adresë. Kemi një vend të caktuar ku delegacionet të jashtme e të shtetit vijnë, edhe për të marrë mendime, edhe për të na konsultuar, por edhe për të na vizituar e nderuar, sikur se kemi pas rastin se këtë institucione kanë vizituar edhe kryeministri kosovar Agim Çeku, edhe kryeparlamentaria e Shqipërisë Zerina Topalli, edhe para disa ditëve patëm rastin që të presim këtu një njeri të madh nga diaspora, zotin e Kembar dhe kështu me radhë. Pra këto do janë ato dy beneficiare. Dhe ajo që është me rëndësi, domethënë, e që ka qenë pjesë e programit të Unionit Demokratik Shqiptar, që përse do të flasë Ferhati, zotin ministri më tepër për ta, është se ne kemi folur për një fazë kalimtare, për një fazë të cilën ligji mundson që të revidohet për 4 vjet. 4 vjet po plotësohen, andaj për ta reviduar këtë ligj, për të ardhur statusi plot ne na nevojitin aleat. Ne aleatët na lypin natyrisht edhe nga kundërshtarët politik ose kundërshtarët e opcionit. Për ata edhe e dini fort mirë zoti Ganivila, e di njerëzit këtu se ne jemi ka bënë një fushat të atij. Dhe jem ka presim që edhe zoti ministër me opcionin e vet politik na ofrohet, sepse në qoftë se zoti ministri afrohet i opcionit do të vijmë deri te komuna ashtu, siç e ka edhe në programin e vet partia. Pse të largohemi dhe pse të presim që të realizojmë programet tona, madje kurse nuk ka asnjë arsye përpos mungesës së vullnetit politik, i cili shpresoj se shumë shpejt do të ndryshojë në këtë vend, në qoftë se jo me dëshirë e vullnet të pushtetit Malazias, atëherë me intervenim nga jashtë, sepse bota është e interesuar që edhe në Maltezi të implementohet demokracia. Çështja e pushtetit lokal është çështje e demokratizimit të shoqërisë. Zonë se do të kesh një pyetje direkt mbas kësaj. Pyetja është struktura dhe mundësia e zbatimit të kësaj hapësire që jep ligji. Po, faleminderit. Mendoj se është mirë që ngjan një bisedë këtij lloji. Mendoj se kontaktet e tilla do të na duhen sa më shpesh edhe këtu në Malsi edhe me diasporën, pse jo. Për këtë çështje që ju shtroni kisha thënë shkurt kështu. S'do mend se komuna e Plot do të ishte dhe do të jetë mënyra e organizimit më të mirë për qeverisje lokale në Malsi. Nga ana tjetër, s'do mend se statusi aktual i komunës urbane në kuadër të Podgoricës absolutisht nuk dëmton atë rrugë. Dhe treta, duhet ditur se s'ka parti politike shqiptare. Pra s'ka Union Demokratik Shqiptarve që është kundër statusit komunës Plot Tuzit. Ka vetëm qasje e cila thot të jemi të sinqert me vetveten, të jemi pragmatik, të jemi realist, edhe të flasim për kushtet
që i kemi, jo për ato që do të donim t'i kishim, po për kushtet cilat i kemi. Një element tjetër që duhet dihet kur është fjala për strukturën e komunës, është se kjo komunë nuk është prodhim, nuk është propozim i pushtetit në Maltëzi. Ky status është kapur me sugjerimin dhe me ndërmjetësimin amerikan. Absolutisht, drafti qeveritar nuk ka parapar as kryetarët komunës, as kryetarët parlamentit, të cilët janë sot këtu, as territor të komunës urbane, i cili sot ekziston, ndjen vendbanimet të cilat janë në administratë komunës urbane, as mundësia e thithjes së mjeteve nga buxheti i Podgoricës në mënyrën e cila ekziston sot. Pra, është fakt se kihet plani financiare, jo buxheti për komunën urbane, por dihet se ky plan financiar kap shumat lakmueshme edhe për mjedise më zhvilluara se ne. Si vjet, më duket plani financiar, buxheti për komunën urbane 3.84 tjetë sjell rreth 4 milion euro. Unë këtyre ditëve kam qenë në për Shqipëri, pos vendeve, pos viseve tjera, edhe në Sarandë. Saranda është metropoli turizmit. Shqipërisë e dim gjithë, dhe në një ndej, në një bised me kryetarin, me majorin e atjeshëm, kisha pyetjen se kush është, cili ishte buxheti i Sarandës për si vjet. Përgjigja ishte 6 milion euro. Me gjitha hotelet, me gjitha kapacitetet që ka Saranda, buxheti 6 milion. Unë ju siguroj diçka tjetër që duhet ta kemi ne parasysh. Plava sot është komune plot, me Gusin që është sa Tuzit thuash. Vetëm Gusia ka buxhet rreth 3 milion e diçka, jo kaq sa ka Tuzit. Do të thotë, sa i përket strukturës, absolutisht nuk shkon në drejt, nuk dëmton aspiratën për komunë plot. Përkundrazi, mund të jetë paradhom e mirë drejt komunës plot. Unë edhe shoh kështu statusin e komunës urbane, ne kemi dalë në votat e para që janë organizuar me sloganin i cili ka thënë me komunë urbane për komunë të plot. Po, atë mua më lidhet drejta edhe më da qoja si them nga Akili. Pra që qëndronë për çështjen shqiptare. Gjithë se vëzër që jemi këtu, jemi dakord, gjithë partitë janë dakord për komunën të plot, por shumë në rëndësi. po Unioni Demokratik që ju e drejtori është për komunë plot, por me faza në të ardhmen. Pasit jemi më të zotet e punës. Atëherë. Vetëm edhe pjesën tjetër ndoshta të kësaj që keni shtruar fillimisht si pyetje. Pse nuk funksionohet? Po, Është fakt se nuk funksionohet. Për arsye se këta që mbajnë pushtetin, prej startit thonë se nuk duan këtë që mbajnë. Nëse diçka nuk do, nuk kihet komunikim me dikë që do duhet kihej komunikimi, s'paku për një periudhë kalimtare. Unë ju kam thënë të nderuarve përfaqësues këtij pushteti lokal, po ofrohet argument të shkruar, dokument të shkruar, të argumentuar, se Malësia do të kishte mjete që kapin 4 milion, që kapin më tepër. Unë absolutisht do t'isha i gatshëm, dilja në opinion, e të thoja se ky person dhe partia të cilën e udhëheq nuk kanë ditë të çmojnë situatën e cila është në Malësi, dhe se në atë rast këta janë personat të cilët duhet t'i prinë Malësisë, duhet t'jenë pushtet në Malësi. Po bëhen 3 vjet që janë në pushtet, jo kryesisht partitë shqiptare, kryesisht po, por jo edhe krejtësisht, për arsye se shumica bëhet me një parti pro-serbe. Dhe këtu vjen elementi tjetër. Një pyetje që ju kam thënë, po ashtu nëse duam flasim miqësisht. Pse të gjitha partitë serbe në Parlamentin e Malit Zi përkrahin statusin e komunës plot Tuzit? Tash. Do të dalë në pyetje. Është shumë interesante, po. Fakt, do bëjë juve. Pra ishte vazhdimi i pyetjes që u fillova më parë. Të gjithë partitë që janë këtu, e gjithë populli, edhe unë jam për komunë plot Tuzit. Të menjëhershëm, partia juaj, edhe ju vetë keni deklaruar që do të jetë një periudhë kalimtare, nga në fazën tjetër, dhe të vjen në komunë plot, pra duhet një periudhë kalimtare që shqiptarët duhet të sakrifikojnë për këtë periudhë. A mendon se kjo sakrificë është në dëm të shqiptarëve më shumë se sa është menduar nga partia tuaj?
Absolutisht jo. Argumentoni jo? Si argument jap këto nene që janë në ligj e që mbrojnë identitetin dhe strukturën e kësaj treve. Neni i parë thot kështu, neni që ka të bëjë me mbrojtjen e strukturës, cilën e kemi në Malësi, e cila në relacione private edhe ka filluar të sulmohet në ndonjë dimension, dihet nëse bie fjala edhe për këtë do të flasim, por nga ana juridike, nga ana ligjore, absolutisht s'ka shans asnjë pushtet i Podgoricës të bëj këtu projekte që prekin strukturat e tanishme, strukturën e popullsisë kam fjalë. Pse? Pse neni i ligjit thot kështu. Kryeqyteti, që do thot Podgorica, bën planin hapësinor për qytetin, për kryeqytetin. Komuna urbane e Tuzit në këtë rast i jep pëlqimin për objektet urbanistike që janë në trevën e saj. Që do të thotë se pa pëlqimin e kuvendit komunës urbane të Tuzit, absolutisht nuk mund të ndërtohet diçka në Malësi. Të spunon? Po s'punon se nuk punojnë strukturat të cilat janë në kryet komunës urbane në relacion me kryeqytetin. Unë kam edhe shembuj të tjerë që është viti i dytë që po digjen do paret mira në Malësi. Unë e kam thënë këta në publik, pa tentuar që të jem provokativ, po me tendencë që të flasim me fakte. 4 milion janë pare bolle lakmoshme për kushtet tona dhe për kushte më të mira se tonat. Këto nuk realizohen, për arsye unë nuk e di pse. Ta zëm, buxhetin e shkuar, planin financiar, partia ime ka kundërshtuar. E kanë përkrahur këta që janë në pushtet me partinë e zotit Gjukanović. Ata kanë nxjerrë planin financiar. Ne kemi kundërshtuar për arsye se ky plan ka lënë manash pjesë malore të Malësisë. Ka patur pak na zhdukur ne se ka pak projekte për zonën malore të Malësisë dhe kemi refuzuar. Këta dy bashk, do të thotë, në atë rast janë opozita dhe pozita bashk për krahin planin edhe plani miratohet. Çdo kund bot, plani financiar ose buxheti do realizime dhe dihet kush është kompetent për realizimin e këtij plani financiar dhe kush për atë të kryeqytetit. Por në pjesën që këtu kihet përgjegjësia, do të thotë kihet edhe kompetenca. Dhe s'ka kryebashkiak i cili mund të pengoj ecjen ligjore të këtij projekti. S'ka. Ju nuk e keni ngushtuar, nuk e keni provuar të thoni, të poziciononi në atë drejtim, të thoni Malësisë, qytetarëve të Malësisë, nuk po bëhet kiamet se po provojmë një mandat këtë lloj komune. Duket se nuk është ashtu siç kemi fol krejt. Ne, në fillim, se nuk bëhet krejt lehtë komuna e plot, nuk është as ashtu si thot Unioni Demokratik i Shqiptarëve ta zëm, po të gjejmë një mes, i cili sprovon këtë lloj angazhimi bashkë edhe me faktorin ndërkombëtar dhe të shohim a mund të ketë benefite drejt komunës së plot. Unë siguroj se kjo komunë garanton nënshkrimin e marrëveshjes edhe në ekonomi me komuna jashtë shtetit, që do të thotë edhe me diasporën tonë pa prezencën e Podgoricës. Është nen ligjor. Unë pa këto elemente nuk kisha pranuar të hyja. Zotë Dinosha, më falë, do të kalojmë në publicitet dhe do të kthehemi përsëri në bisedë. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.